sektori ka kalu vështirësi dhe kalon vështirësi, pak në 2 apo 3 bizneset tjera jo këtë zonë, në Krujt ku kam shku kompanitë në gjashme janë mbyllur për shkak problematikave që ju lidhur në mirë sa unë. Kjo është arsyeja pse ekonomi edhe xhepin e kemi vënë në epicentër të programit. Po jo me rregullin që ju rrisin ju rroga edhe biznesin e lem në vend, me të njëjtat atime. Se kjo do të thotë të rëndosh më shumë biznesin, ta zvoglosh e pastaj të shkurtosh vendet e punës. Ne kemi nevojë të hapim vendet. Prandaj programi parashikon rritjen e rrogave punonësit sektor privat, po nga ana tjetër lehtësimin e barrës fiskale për biznesin. Besoj bijem dakord gjithë që më keq se sa kaq s'ka ku shkon më. 12 vite na premtuan mrekulli e na zbrazën xhepat, prandaj na duhet një ndihmë, një dorë për të dhënë një shans edhe një mundësi të re vetes, po dhe Shqipërisë. Këtë fushat nuk e kemi për bindje politike, nuk e kemi për parti. 12 vite na morën frymën, duhet mendojmë xhepin edhe duhet mendojmë ku po e çojmë Shqipërinë. Kështu si që ka nisë kjo punë, e sigurt është që këtu nuk do ngelet asnjë bashkëmoshatari imi, mas 4 vitesh. Çdo i ri do largohet përveç atyre që punojnë administratë. Secili prej jush zgjell në mënyrë të lirë, askush s'duhet i bëj as pronari, askush s'do të bëj presion për votën, secili prej jush duhet ta mendoj duke pa shtëpinë e vet. Rrogat kanë ngel aty ku kanë qenë, ndërkohë çmimet janë dyfishuar.